është ndjenja e revoltës se si më është fut në trup nga momenti që e kam pa të varur. Domethënë, nga aty mendoj që një pjesë e energjisë së të vdekurit i shkon gjallëve për rreth. Shpirti i tij. E marrin pjesësisht. Mendoj unë që unë imagjinoj shpirtin e njeriu si një avull që del në ajër dhe njerëz që e thithën e marrin. Dhe unë imagjinoj që nga jeta ime, nga ngjashmëritë që kam një jetë me Avzinelën, mendoj që unë kam thith nga energjia e tij. E di pse, është e tmerrshme. Ëndrrën e tij amerikane e kishte ai, e realizova unë, ika një vit më vonë se ai. 15 vjeçar e dal në Amerikë. Po, jo, 15 vjeçar kam tentuar me ikë dhe më kanë kap njësoj si ai. Apo, a? Po, më kanë futur në të njëjtën qeli që ka qenë edhe ai. Më ka kapi njëti policë që e ka kapur ata. Jo. Po, e më ka shoqëruar, më ka spionu i njëti policë që e ka spionu edhe ata dhe gruan e tij.